Rritja e tensioneve dhe lufta në Iran po trundit tregjet globale të naftës dhe gazit, duke sjellë rritje të ndjeshme të çmimeve të energjisë. Megjithatë, Shqipëria po përfiton nga një mburojë natyrore, lumi drin dhe sistemi i saj hidroenergjetik. Fal rreshjeve dhe shkrirjes së borës, si dhe digave të ndërtuara dekada më parë, vendi siguron mbi 90% të energjisë nga burime hidrike, duke mbajtur më të qëndrueshme çmimet në tregun vendas. Në krahasim me vendet që varen nga gazi dhe nafta, Shqipëria dhe shtetet e tjera me burime të rinovueshme kanë përballuar më lehtë goditjen e çmimeve pas zhvillimeve gjeopolitike. Kjo situatë pritet të ndihmojë ekonominë, familjet dhe bizneset, pasi ndikimi i rritjeve zakonisht reflektohet me vonesë tek konsumatorët. Njëkohësisht, kjo krizë mund të nxjisë më tej tranzicionin drejt energjisë së gjelbër në Europë. Kriza vo ushtron presion mbi familjet dhe bizneset në të gjithë Europën, me rritje të kostove dhe rrezik për inflacion dhe ngadalësim ekonomik. Edhe pse Shqipëria është në një pozicion më të favorshëm, ajo nuk është plotësisht e izoluar nga ndikimet, pasi ende mbështetet te importet në periudhat e pikut dhe subvencionet shtetërore. Ekspertët paralajmojnë se presioni financiar po rritet, edhe pse situata aktualisht duket e qëndrueshme.